Nervi shiatik është nervi më i gjatë dhe më i trashë në gjithë trupin e njeriut. Kur ai irritohet apo shtypet dhimbja që shkakton e quajtur shiatik ose ischias, mund të jetë nga një mpirje e lehtë deri te një dhimbje therse që të bllokon plotësisht. Nëse po përballesh me këtë dhimbje apo po kërkon të mbrosh veten, ja çfarë thot shkenca sot dhe si mund ta qetësosh atë në kushte shtëpie. Çfarë është nervi shiatik dhe pse dëmtohet? Ky nerv nisën nga shtylla kurrizore, zona e mesit, kalon përmes vitheve dhe zbret në pjesën e pasme të secilës këmbë deri te gishtat. Shkenca tregon se shiatiku nuk është sëmundje më vete, por një simptom e një problemi tjetër. Shkaqet më të shpeshta janë hernia diskale, gati 90% e rasteve. Një nga disqet mesruazave të kurrizit lëviz dhe shtyp rrënjën e nervit. Stenoza spinale, ngushtimi i kanalit ku kalon palca e kurrizit, më e shpeshtë tek moshat mbi 60 vjeç. Sindroma piriformis. Një muskul i vogël në vizje, piriformis, bëhet rigid, spasmon dhe shtyp nervin shiatik që kalon poshtë të tij. Stresi mekanik. Qëndrimi gjatë ulur, peshat e rënda ose lëvizjet e gabuara të behta. A ka një kurë definitive? Çfarë thotë shkenca sot? Lajmi i mirë që vjen nga studimet e fundit mjekësore është ky. Gati 80-90% e njerëzve me shiatik shërohen plotësisht brenda 4 deri në 6 javë pa patur nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Sot qasja shkencore ka ndryshuar rrënjësisht në 2 pika. Miti vjetër, duhet të rishtrirë në krevat derisa të kalojë. Shkenca sot, qëndrimi në krevat për më shumë se 24-48 orë në fakt i përkeqëson simptomat. Lëvizja e lehtë, ecja dhe aktiviteti i kontrolluar ndihmojnë në qarkullimin e gjakut dhe ulin inflamacionin. Strategjitë e trajtimit sipas shkencës. Trajtimi konservator parasor. Fizioterapia e kombinuar me ushtrime të specifikuara si metoda McKenzie, shtrirje të lehta dhe menaxhim i dhimbjes. Mjekësia rigjeneruese dhe medikamentet. Përdorimi i antiinflamatorëve jo steroid si ibuprofen ose në rastet më të rënda injeksionet epidurale me kortizon direkt pranë rrënjës së nervit për të ulur ëndjen. Kirurgjia, opsioni i fundit. Rekomandohet vetëm nëse dhimbja është e padurueshme pas 6 deri në 12 javësh trajtimi ose në raste urgjente kur humbet kontrolli i fshikës së urinës apo vret dobësimi i madh i muskujve të këmbës, rënja e shputës. Si ta qetësojmë në kushte shtëpie, hapat e parë. Nëse sapo të ka kapur dhimbja, jasit mund të veprosh menjëherë. Faza akute, 24-48 orët e para. Vendosni kompresa me akull të mbështjellë me peshqir në zonën e mesit për 15-20 minuta disa herë në ditë. Akulli mpin dhimbjen dhe ul inflamacionin fillestar. Faza pasuese, ngrohtësi. Pas 48 orëve, nëse dhimbja e mprehtë ulet, kaloni te kompresat e ngrohta apo dushi i ngrohtë. Kjo ndihmon në lëshimin e muskujve të kontraktuar rreth nervit. Pozicioni i shtensionimit. Gjatë pushimit, kur shtriheni, vendosni një yastik në gjunjë nëse jeni me kurriz, ose midis gjunjëve nëse jeni shtriranash. Kjo heq presionin direkt nga nervi shiatik. Lëvizje e ekuilibruar gjatë ditës. Mos qëndroni ulur për më shumë se 20-30 minuta rresht. Çohuni, bëni një ecje të shkurtër në sipërfaqe të rrafshët. 2 ushtrime të thjeshta për lehtësim. Shtrirje. Ju lutem, bëjini këto vetëm nëse nuk ju shkaktojnë dhimbje më të fortë. Shtrirja e gjurit e gjoksi. Shtrihuni me kurriz në dysheme, përkulni gjunjët. Merrni njërin me gjuhë me duar dhe tërhiqeni ngadalë drejt të gjoksit. Mbajeni për 20 sekonda dhe ndërrojeni. Kjo liron hapësirën në fund të shpinës. Shtrirja e muskulit piriformis. Shtrihuni me kurriz, ngrini këmbën e dhimbshme dhe vendoseni kyçin e saj mbi gjurin e këmbës tjetër, duke formuar numrin 4. Kapeni kofshën e këmbës poshtë dhe tërhiqeni lehtë drejt vetes. Kur duhet të shkoni menjëherë te mjeku? Nëse ndjeni pirje totale në zonën e shalëve, nëse humbisni kontrollin e urinimit, defektimit, ose nëse këmba juaj lëshohet dhe nuk e ngrini dot shputën gjatë ecjes, këto kërkojnë ndihmë mjekësore urgjente.